Në kulmin e sezonit turistik, policia e Vlorës ka intensifikuar kontrollet në lokale nate dhe diskoteka përgjatë zonave turistike të qytetit për të parandaluar ndotjen akustike dhe për të garantuar qetësinë publike. Efektiv të Komisariatit të Policisë Vlorë kanë zhvilluar kontrolle të befasishme në disa ambiente të muzikës, kryesisht përgjatë lungomares, ku është verifikuar niveli i zhurmës, respektimi i orareve të lejuara për muzikë, si dhe nëse subjektet janë të pajisura me aparatura matëse të zhurmës, siç edhe e kërkon ligji. Nga kontrollet e kryera nuk janë konstatuar shkelje, megjithatë, policia ka vijuar me ndërgjegjësimin e pronarëve dhe menaxherëve të lokaleve, duke i rikujtuar se niveli i zhurmës duhet të qëndrojë brenda normës së lejuar prej 85 deri në 110 në varësi të orarit dhe tipologjisë së aktivitetit. Autoritetet paralajmërojnë se për çdo shkelje të konstatuar në vijim, subjektet do të përballen me masa administrative që variojnë nga 200.000 deri në 400.000 lekë të reja, e në raste më të rënda edhe me ndëshkime penale. Policia e Vlorës bën apel për respektimin e ligjit, si dhe për ruajtjen e një ambienti argëtues, por dhe të sigurt dhe pa ndotje për banorët dhe pushuesit që vizitojnë qytetin gjatë verës. Kontrollet do të vijojnë dhe në ditët në vijim.